Pa i ata që s'kanë mundësi me i këshyrë që janë e për puna, e për është mirë me ja bo një kosht tjetër, për shemëll, edhe me ju dollë diqysh hakesh. Në diaspor është ma shumë i këshyrin prendet, nëse nuk mundën shpe, ata e kanë jetën krejt okej. Kujdesen mirë për ta, i kanë krejt tornat, i kanë shkon shërbimin shpe, silen për kur gju me hjeket. Pse? Ajo nuk është veç me orë fëmija me të këqyrë ty që ato, po me t'i bo kushtet, me pos respekt për ty. Nuk është veç me thonë, valla hajt, të moj që të në shpe. Qëto Mitrovicës. Qëto Mitrovicës, a? Do mos nga jashtë, se tash ka fillu dhe koha e diasporës. A keni kon jashtë? Po kam. Familjar? Po. Kanë keni për familjen? Familjen, fëmin. A dhe fëmini keni atje? Andëron, sa ju merë mallit, sa ju munkojnë? Po normal. Si të mos në festa vrejet shumë. A kanë mjarë tash? Po. A i prisni pa dutim? Po qysh jo. Sa shpesh vini vizitojnë, fëmit? Një në vetë, dy në vetë. A është kjo e mjaftu shme? Po, qysh jo. Ju shkoni atje? Po shkojmë ka i herë. Andëgon kështo, në momente kur fëmit nuk e keni këtu, ju si nanë, çfarë mungese keni për ta? Shumë. Çka mendoni për, domethënë diçka kur kështu keni pranë, për shembull kur ulnin treza, mendon ti uja, këto. Pa gjithmonë mungesa familjes është. Është e vërtetë se mas shumë disa prind mungesë më të madhe e ndjen këta. Po normal. A është vështirë sot prindeve me këtë gjithë ato që mund çka i bëjnë? Kur kërkosh. Kur kërkosh. S'mundum. Asën s'moj nënës tem, as kërkosh. Është zarë me ja këthy prindet ato çka prinde ka. Po, e kena pos obligim me pos familje. Shumë ne kemi para ta fëmijë. Shumica në raste që kemi që po i braktisin prind, po i lanë vetë. Pa i ata që s'kanë mundësi me i këshyrë që janë e për puna, e për është mirë me ja bo një kosht tjetër, për shemëll, edhe me ju dollë diqysh hakesh. Çfarë kushte sipas teje? Po me bo një pagis, me i këshyrë dikosh, me i që s'munët vetë, obligim e kohë, diqysh mu gjimë, me... Disa që i kajnë kushtet edhe i qojnë në shtëpit e pleqve. Ajo është kec, edhe nesër a i bëhet vetë prind, tani, do të... Sot fëmijët s'kanë afërsi shumë me prind. Pa jo hu pra Ahmeti. Hu pra Ahmeti, orë për më duket puni botës pak. Hu pra Ahmeti, për më duket hu për respekti, s'ka. Qa përsha pak. Ju si nanë, përgjithsi që e kështë tanë, gjithë fëmijëve përgjithsi? Gjithë fëmijëve ju kësha thonë që keni rahmet të prindit, duni familjen, familja është mbi gjithë shka, s'ka pa familje, s'ka as jetë, është kjo. Do të me pos pak rahmet, jo veç të familja, po të gjdo njani, të gjdo... Na gjithë mund si shqiptarë kena pos pak rahmet, kena pos pak gjëna, po që tash për më duke të zbej pak. A në që këmë dhe që u jenë prej jashtit që pak Zbesoj. Po vetë nëse popull jena, se nuk besoj. Nuk besoj se në diaspor është ma shumë i këshyrin prendet. Nëse nuk mundën shpe, ata e kanë jetën krejt okej. Dhe që në diaspor ma shumë kujdesën, a? Po. Shumë. Pse kujdeset, pse është shteti civilizum, kujdesen mirë për ta, i kanë krejt tornat, i kanë shkon shërbimin shpej, silen për kur gju me hjeket. Pse? Ajo nuk është veç me orë fëmija me të këqyrë ty që ato, po me t'i bo kushtet, me pos respekt për ty. Nuk është veç me thonë, valla hajt, të moj që të në shpe. Po është, une për veti ma du respektin, se veç me nejt me ta ato gjithë në shpe. Respektin, mos më mlo me hjeket, që tu janë. Edhe, si qoftë, vetë? Po vetë, edhe ka njëherë është mirë me konë vetë, privatësia, sene. Sa është veç me nejt gjithë bashkë, po me konë, me posë, për gjdo nevoj me posë fëmin gatë.
Për ato prind I lindin, për mi pas afër edhe momentet vështira, sidomos pleqërisë. Po normal, normal. Edhe Rume, unë shumë para që bisedova me juve, uroj shëndet mas pari. Faleminderit edhe unë Uroj të gjithashtu. mira. Faleminderit.